Mi mrama shqiptar ku qeni. Sot ka me fol për këtë fjalën angleze. Qështu e shkruajnë dhe e shqiptojnë flood. Në shqip i bën vershimet të ujit. Anglezë shkruajnë, nuk kanë shkruajna me dy oja bashk. Po ata qështu e shkruajnë kanjëherë. Kanjëherë e shqiptojnë me o e kanjëherë me u. Kështu që e ndrojnë fën me p, e shdryp me lën, e marr me vesh një o, e ndrojnë atë dën me të dhe pëna plot. Kjo shpjegimi i parë. Qërë tash shpjegimin e dytë. E hek me fën me më, e shdryp me lën, e shëndrojmë on me u, dën me të dhe pënap mlut. Si kur që thash më heret, dy ojat ka njerë anglezët e shqiptojnë me o e ka njerë me u. Kështu që në këtë rast në fjallën plot na ka dhonë me o, në fjallën mlut na ka dhonë me u. Dhe kënë ndërtimi fjallës po është i njëjtë si në anglisht. Sepse ata e shkruajnë me 5 shkronja, po e shqiptojnë me 4. Kështu që dy fjallë të shqipës po na dalin sakta me 4. Po një ashtu për përshkruajnë edhe sakt qëllimin e kësaj fjale, që i bjen në shqip vershime, plot me uj, mlut me uj. A e keni një herë këtë fjallë që është shembët konkret? Është mlut, a e mlove, e mlova, u mlu me uj. Do më thonë kjo fjallë hale përdoret në trojet tona në Kosovë. Sikur që në të po, spjegimi, qëllimi dhe numri i shkronjave dhe ndritimi saj për është i njëjtë në anglisht. Angleze përdor fjallën e gjuhës shqipe dhe nuk e din. Për me ditë anglishën dhe gjuhë të tjera, dosh me ditë shqipen. Ju falemnderit.